Sot në orën 19 opozita zhvillon protestën e 7 kundër qeverisë së drejtuar. Nga kryeministri Edi Rama, Partia Demokratike ka vendosur t'i kthehet modeli të tubimeve me fjalime dhe në bulevardin dëshmor të Kombit po punohet për vendosjen e skenës. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, pak orë para protestës, deklaroi se qytetarët ngrihen sot për të kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama. Ngrihen për të mbrojtur dinjitetin, nderin e çdo shqiptari ndaj një agresioni të rëndë të një organizate kriminale të kryesuar nga Edi Rama, që më së fundi, duke hequr çdo maskë, përdori 83 mandatet e krimit për të mbrojtur vjedhjet e tij të pallogaritshme dhe të Lubi Balluku. Por opozita ka vendosur në qendër të kësaj proteste dhe situatën ekonomike dhe rritjen e çmimit të karburantit. Qytetarët shqiptar kanë sot 1001 motive për të bashkuar me ne në kryengritjen tonë paqësore. Lufta në lindjen e mesme, jashtë atij rajoni, pasojat më të rënda në botë po përjetojnë qytetarë shqiptar me çmimin më të lartë në planet të naftës. Dhe kjo jo kryesisht për shkak të luftës, por kryesisht për shkak të taksës Rama. Protestat e opozitës nisën në fundin e vitit kaluar kur u bën publike hetimet e SPAK-ut për ish zëvendës kryeministren Belinda Balluku dhe tenderat e Akshit. Opozita kërkon largimin e kryeministit Edi Rama dhe krijimin e një qeverie teknike që të çojë vendin drejt zgjedhjeve të parakohshme.